do të flasim në këtë pjesë të fundit të Start për art dhe kulturë, po jo vetëm edhe për një nga plagët më të mëdha të çdo shoqërie, që janë mosha e tretë. Ne flasim ditë pas dite, i kemi kudo në rrugët që përdorim, e shohim se sa e vështirë ndonjëherë bëhet jeta për ta padrejtësisht, profesionistë të cilët në një moment të caktuar i duhet përballen me problematika sikur se është një pension minimal, por për të mos u bërë shumë emocionale në nisje të kësaj bisede, do doja patjetër që të përshëndesja regjisorin dhe producentin e filmit Vdekja le të pres, Edmond Topi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Së pari shumë suksese, premiera tashmë ka përfunduar një vit më parë, por është momenti për një premierë të dytë, apo jo? Përpara startit në kinema, ne menduam të bëjmë një premierë në Shkodër, edhe në nder të 80 vjetorit aktores shumë të mirë, pjesëmarrëse në film në Xhulia Milotit, dhe në nder të qytetit të Shkodrës, i cilin prej shumë vjetësh nuk ishte kinema, prej disa muajsh ka një tillë dhe ne do deshëm ta promovonim. Është një moment për të festuar. Besoj që po. Ndërkohë që do doja të flisnim pak shkurtimisht lidhur me thelbin e këtij filmi. Patjetër që ata që kanë kuriozitet do vinë ta shohin. Edhe realisht është një tematik që vlen të ndiqet me vëmendje, për shkak se unë e përmenda paksa në fillim, është një nga moshat më të vështira dhe më të paragjykuara shpesh nga të gjithë, por nëse tregojmë pak thelbin e filmit. Paragjykura mbasa dhe të harruar. Shikoni, filmi merret me raportin që ka shoqëria me moshën e tretë. Kjo është një temë e përbotshme, nuk është vetëm një problem yni. Të ne është pjesë e një vargu problemesh që kemi, natyrisht edhe kjo është grav. Filmi që ne tani prezantojmë është vazhdimi ose pjesa e dytë e një filmi të cilin unë e kam xhiruar përpara shumë vjetësh. Në televizionin tuaj kemi folur dikur për atë. Gjë rastit ju falenderoj sepse jeni gjithmonë pranë artit, megjithëse ju jeni një televizion ekonomik, po gjithmonë jeni pranë artit, tregon optikën tuaj të gjerë që arti është pjesë e shoqërisë dhe sa më të kulturuar të jemi, aq më mirë ecën dhe ekonomia. E vërtet. Plus që arti në ditët e sotme është një pjesë e ekonomisë, është pjesë e biznesit, pra nuk mund të ndahet midis tyre. Okej, tani që t'i kthehem. Pjesa e parë, të cilën ne kemi xhiruar si thash para disa vitesh, është një skenar i blerë me të drejta në Austri, nga autor, që do të thotë tema është krejtësisht generaliste, sepse autori është austriak. Po, dhe bën kaq mirë sens për realitetin ton këtu. Tregon që kjo është një temë e përbotshme, të gjitha shoqëritë kanë këtë problem, raportin që ka shoqëria me moshën e tretë dhe kryesisht raportin që ka brezi i ri me të. Shpesh e harron, kjo është gjendja më kritike, po themi, por ajo me të cilën përballet ose do të përballet filmi ose dramaturgjia e filmit është fakti i mënjanimit të tyre në jetën ekonomike dhe sociale të një vendi. Kjo është me atë paragjykimin që unë e përmenda më herët. Pikërisht, është ajo që ju thatë. Duket sikur nëse ti kalon një moshë të caktuar, nëse kalon në pensionimin tënd, nuk vlen më, pavarësisht se vlen më shumë se çdo profesionist tjetër, përsa ke vitet edhe eksperiencën që mund t'i mësosh edhe brezave të rinj se si të reagojnë kundrejt diçkaje. Është krejtësisht e sa kjo që thashtë ju, domethënë ne kemi ndërkohë, përgjithsisht që thënë, po sidomos ne kemi një moment që njeriu largohet nga puna aktive, po them mund tash i pensionohet apo etj. Pothuajse është i mënjanuar nga historia, do të thonë dijet e tij nuk vlen më, përvoja e tij nuk vlen më, ne kemi profesor ose profesionist, unë nuk jap shumë vlerë këtyre titujve akademike, aq më tepër që ne kemi shpresuar, por në përgjithësi njohjet, dienit, aftësitë që kanë njerëzit në moshën e tyre të më të pjekur, që po them 60 e sa është mosha, sidomos në fushën e artit, e dijes, e shkencës, është mosha më e mirë kur njeriu ka kryer në një farë mënyrë hallet e tij. Në këtë moment shoqëria i përjashton atë. Për këtë bën fjalë edhe filmi, këta Kasting mrekullueshëm. Janë bërë të gjithë aktorë të tre brezave kanë përshtypjen. Padyshim, krejtësisht. Bashk. Një brez i ndërmjetëm dhe të po kështu është, edhe
si që ky është mesazhi i filmit, batuta që është gjetur është vërtet e gjetur, vdekja le të pres, ne nuk kemi kohë për dhe, ne kemi akoma gjëra për të bërë, dhe ata i kthehen suksesit të tyre të serisë së parë. Dhe ajo çfarë arrim të kuptojmë thjesht është që ndonjëherë ekziston ajo shpreha që moshën e cakton ti. Ti je ai që e bën sa ndihesh realisht. Në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute, dhe ky është dhe mesazhi i filmit, që njeriu deri në momentin kur Zoti ka përcaktuar që ai do të largohet, ai duhet të jetë aktiv, ai ka akoma për të dhënë, dhe kryesisht është ajo të cilët ju e prekën, që përvoja, dijet, mundësitë e tyre duhen futur në jetën sociale dhe ekonomike të një vendi. Është një omazh edhe për aktoren e madhe Margarita Xhepa. Margarita e ka këtë rolin e saj të fundit, mas kësaj nuk ka xhiruar më, edhe dje pata diku një pyetje, ajo është e përpunuar si një ikonë, si një ëngjël që vjen, por në fakt nuk është ai, ajo ka xhiruar vetë. E kam thënë, ka një histori interesante, sepse në pjesën e parë të filmit, ajo personazhi që luan largohet nga jeta, dhe Margarita, kur mori vesh që ne do të xhironim, ose do të bëja pjesën e dytë, më telefonon, ne kemi qenë miq shumë të mirë. Dhe më thotë, po si të xhirosh ti, po mua më ke vdekur në serinë e parë. E thash, Margarita, nuk xhiroj dot pa ty. Ti me siguri që do të jesh pjesë e stafit, sepse edhe arsyeja sepse u bë filmi, sidomos ky i dyti, e kam thënë dhe diku tjetër. Ky është filmi i dytë, ishte më shumë një projekt social. Sinergjia e krijuar, atmosfera, kimia e krijuar në filmin e parë ishte vërtet e jashtëzakonshme. Unë kam një jetë që merret me film, po këtë lloj kimie, rrallë e kisha përjetuar, me sa duket ishte malli i tyre, kishin kohë pa xhiruar, ishte dëshira, ishte edukata e punës, dhe ngulmuan ata që unë bëja pjesën e dytë të filmit, sidomos Tinka, luftari, Reshadi, deri ku Margarita. Edhe u gjetë kjo zgjidhje e cila dramaturgjikisht rri shumë mirë, sepse ne nuk mund të bëjmë, pavarësisht nga dashuria që kemi për njërin apo për tjetrin aktor, nuk mund të bëjmë kompromise me cilësinë, po u gjetë një zgjidhje shumë e mirë dramaturgjike. Unë e kam shkruar me shumë dëshirë këtë skenën e Margaritës që ne e shohim këtu, në një moment të dilemës miqve të tyre, ajo vjen nga qielli dhe i kujton atyre premtimin që kanë dhënë që nuk do të heqin dorë kurrë. Por është një skenë e cila është regjistruar, është bërë në shoqërim. Padyshim, kjo është xhiruar Pogradec, Margarita ishte me ne në Pogradec, ishte mirë dhe jo mirë me shëndet, po megjithatë ishte përdit me ne, ka qenë një personazh vërtet, populli e njeh si aktore shumë mirë, po ajo ishte një grua shumë e mrekullueshme, ajo ishte një aktore me një performancë fantastike dhe me një edukatë jashtëzakonshme pune, nuk është ankuar kurrë, siç janë produksionet tona që nuk janë perfekte, sepse kjo është Shqipëria, ne shumë shpesh kemi pasur probleme si në gjitha filmat, vonesa, mungesa, kush absolutisht asnjëherë nuk dëgjoi Margaritën të ankohesh, rrinte aty e qetë derisa i vinte radha të shoqërimit. Ka një gjë të jashtëzakonshme për ju artistët, cili do qoftë roli juaj në botën e artit, që jeni të përjetshëm përmes veprës, në çdo lloj dimensioni e keni përjetësinë. Ndërkohë që më fole pak më përmende sfidat dhe vështirësitë shpesh që shoqërohet bota e kinematografisë, besoj edhe e artit në përgjithësi, po në këtë rast kinematografia. Sa kushton realisht prodhimi një filmi në Shqipëri dhe si ndahet buxheti, cilat janë zërat kryesor, aktorët, a është një industri fitimprurse nga ana tjetër, se janë kaq shumë pikpyetje që të bëjnë të mendosh a ja vlen të bësh një film në Shqipëri. Kjo tregon që ju, si gazetari, keni bërë detyrat e shtëpisë, faktin që ma bëni mua këtë pyetje, sepse unë hyj te njerëzit që angazhohem shumë gjallë dhe shumë sinqerisht në politikat e industrisë së filmit. Duhet jem besoj në mos i vetmi nga të rradhët që them që ja vlen të xhirosh film, nëse ne vendosim ca rregulla të sakta të industrisë filmit dhe të politikave të filmit. Deri tani ne nuk e kemi pasur këtë. Deri tashti industria jonë e filmit ka qenë ineksistente, sepse ne kemi prodhuar, bazuar disi edhe në përvojën e viteve të ndërprerjes, ne kemi xhiruar deri tani vetëm për festivale, që do thotë e kishim ineksistente. Edhe sepse nuk kishim kinema, po dhe sepse ne kujdeseshim që të kemi kinema apo industri filmi. Tashti shpresoj
shpresoj, do më thonë, njerëzit që më njohin e dinë që mu me shumë vështirësi më del në fjalë mirë për shtetin, por e vërteta është që optika që ka filluar të ketë qendra e filmit dhe ministria në raport me kinematografinë, për herë të parë në 30 vjet është pozitive. Që do thotë, politika e filmit tek ne ka filluar të orientohet nga filmi shqiptar, që do thotë nga ky film, do thotë nga ky lloj filmi, jo nga filmi im. Ne kemi bërë deri tani filmat të cilët ishin interesant për festivale, ku diun, Burnesha, Gjakderdhja, këto gjëra, të cilët janë disi egzotike për festivalet, të cilët kanë në përgjithësi festivalet e huaj, se edhe unë bëj këtu një festival, po me një optik tjetër, me një qëllim tjetër, festivalet kanë qëllimin të marrin filma egzotik, filma jo të zakonshëm, sepse është një lloj eksperimenti me spektatorin. Për këtë arsye, të gjithë kinastet ishin orientuar dhe ne kishim harruar që kinemaja bëhet për spektatorin, nuk bëhet për regjizorin vetë, ose për autorin vetë. Dhe të dalë, deri tani, ne themi që filmi kushton miliona, ku diun se shë. Nuk është e vërtet. Se kurioze janë gjithmonë të disë sa kushton një film. Jo, është shumë e saktë të themin e këtë. Po ju them unë tani se sa kushton një film, dhe besoj hyjtë e njerëzit që e di këtë punë, se kam një jetë që merrem, unë merrem vetëm me këtë punë, unë vetëm prodhoj audiovizual dhe filma. Një film i ditës, me temë të ditës, dhe më thonë, nuk është një gjë e thjeshtë natyrisht, por kushton rreth 150 deri në $200.000. Do ishin mjaftueshëm për të realizuar? Një film të ditës, po. Natyrisht flasim për momentin kur ne kemi një industri. Ne, si hidrauliku, si kameramani, thot njëjtën gjë. Unë punoj një herë në vit dhe kërkoj para për gjithë vitin. Kështu nuk bëhet. Kështu nuk bëhet. Nëse ju bëni një emision dhe do i thoshi drejtorit ose menaxherit tuaj që shiko, unë dua kaq para se ashtu. Ne këtë e kemi. Gjë që nuk e ka teatri, gjë që nuk e ka media, vetëm filmi e ka këtë. Është një lloj luksi që ja kemi krijuar ne vetë. Në fakt kjo duhet rrëzuar. Ne duhet të prodhojmë filma. Në qoftë se prodhojmë shumë filma, bie gjithmonë çmimi, sepse nëse një profesionist xhiron 5 filma në vit, gjë që është krejtësisht e mundur, atëherë nuk kërkon para për një film, po kërkon një të pestën ose një të që do thotë bie çmimi, rritet konkurenca, rritet numri i filmave. Duke rritur numri i filmave, rritet industria e filmit. Pra, ne tashin nëse kërkojmë 2, po them, specialistë audio, ne kemi 2 apo 3, nuk kemi më shumë, mund kemi edhe 4. Nëse ne bëjmë 10 filma në vit, që është krejtësisht e mundur të bëhen, atëherë ne shkojmë tek një zgjerim, tek pompimi i parave në industrinë e filmit, tek krijimi i kësaj shtresës së profesionistëve. Se deri tash ne kemi o jurist o regjisor, këto bëjmë në gjithë secili, regjisor dhe producent. Në qoftë se ne krijojmë këtë industri, është krejtësisht i financueshëm. Dhe pastaj mos harroni një gjë, nga pikpamja teknologjike, që ti kthehemi ekonomisë se ju e keni në fokus, po dhe unë e kam shumë fjem, më thënë drejtën, unë jam producent privat prej 40 vjetësh, kështu që jemi krejtësisht në ujërat. Më pëlqen shumë të flas për filmin që del, po edhe kjo është një gjë. Nëse ne shohim teknologjinë e sotme, te i cilin ne nuk kemi nevojë të shkojmë me ato pelikulat e mëdha, por me një file, do të thotë që në 8 milion shqiptarë, nëse ti arrin të bësh politika të mençura të distribuimit, të ekonomisë, financave, ti shkon të gjithë, pra filmi është krejtësisht i shitshëm. Pra kuptojmë që problemi më i madh dhe aty ku ka nevojë për rregullat vërteta janë politikat. Mendja në fakt. Në mënyrë që të funksionojë ashtu siç duhet. Në mënyrë absolute. Sa i përket përmbajtjeve, tematikave, Shqipëria ka potencial që me kinematografinë, me filmin shqiptar të shkojë edhe të eksportohet si produkt ekonomik. Shikoni, ne kemi të lidhura, na ka mbetur kjo, është një lloj kështu, është një lloj mbetje është një lloj atavizmi nga koha e diktaturës, kur gjithçka e llogarisnin për të jashtmit, po të vinin 2 të jashtëm, domethënë turista, i nxjerrshim gjithë nga hoteli, e njëjta gjë është dhe sot. Nuk është fare e nevojshme, domethënë do të ishte mirë që kinemaja të eci. Ne bëjmë festivale, çojmë filma në festivale, ajo është një gjë. Festivalet janë takime elitare, ato i sjellin promovimit të kulturës etj. Por thelbi është ky. Mendonin qofse çdo prodhues shqiptar do mendonte vetëm për të çuar gjërat jashtë. Ne nuk kemi mbushur akoma tregun ton. Për tema ne kemi mbase historia jonë është kaq e çuditshme sepse ne tema do të kishim për të çuditur gjithë botën. Por
në qoftë se flasim nga pikpamja ekonomike, ne duhet të mbushim një herë kinema, duhet të ndërtojmë, po ndërtojmë 10 kinema, duhet të ndërtojmë dhe të mbushim kinema tona. Ne duhet të çojmë fëmijët në shkolla, ne duhet në kinema, ne duhet fëmijët e shkollave duhet i çojmë në kinema. Nëse ato do të shkojnë më shpesh në kinema, do të shkojnë më shpesh në teatr, nuk do të marrin më thika me vete për tu therrur me njëri tjetrin. Ky është një koncept shumë më i gjerë. Është i lidhur krejtësisht me ekonominë, por është një koncept shumë më i gjerë se sa kaq. Kjo historia e të dalurit jashtë shtetit, të çuarit jashtë, ikim vind jashtëmit, na vlerësojnë jashtëmit dhe kështu, është, më besoni, është krejtësisht proletare. Është një histori që na ka mbetur ne si ata bizëm nga e kaluara. Ne duhet të krijojmë ekonominë tonë, ne duhet të krijojmë kulturën tonë, ne duhet të krijojmë shoqërinë tonë, krejtësisht të pranueshme. Nëse hymë në Europë apo hymë në Afrikë është krejtësisht irrelevante. Relevante është që shoqëria të krijojë sistemin e saj të vlerave. Me kulturën, me artin, me shkencën, me punën, me edukatën e njerëzve. Kjo, dhe unë besoj që dhe nga pikpamja financiare dhe ekonomike, kjo është krejtësisht e shpërblyeshme. Deri tani sa pikë do jepi filmit në gjithë të ndërtimin që mund të bëjmë si shoqëri? Filmit si... Po. Unë besoj që deri tani jap shumë pak pikë se ne nuk kemi bërë, por potencialin e ka për të pasur 10 pikë. Potencialin e ka për të pasur 10 pikë, sepse ne kemi pasur një industri të filmit, të politizuar, pjesë e propagandës, por e kemi pasur. Por nëse do e kishim ruajtur, çfarë do kishte ndodhur sot me industrinë e filmit? Unë besoj që ne do t'i kishim punët sot shumë më mirë se atëherë. Besoj më pranoni këtë që është fakt i njohur që çdo familje shqiptare, plus minus, shikon sot filma të kohës së diktaturës. I shohim edhe ne që jemi breza të rinj. Unë këtë e kam një lloj testi, sepse në rinin time para se majme sa 200 vjetësh, unë kam qenë aktor, dhe sot e kësaj dite, mua njerëzit më njohin me një film që kam luajtur, filmin e parë që kam luajtur në vitin 80. Që do thotë, spektatori, publiku, e do filmin shqiptar. Nëse ti ja ofron, ai e sheh. Nëse ti nuk ja ofron, ai do t'i kthehet filmit të diktaturës që ishte një propagandë. Në këtë kuptim është shumë e rëndësishme që ne t'i kthehemi prodhimit të filmit të mirëfillt. Drejt. Në përfundim një ftesë fundit për gjithë ata që na ndjekin? Do t'ju lutesha shumë. Ju bën mirë juve, ne, aktorëve, homazhet tyre që të ndiqni filmin i cili do të jetë në Cineplex prej datës 16 dhe 15, 16, 17 në kineman Republika në Shkodër. Këto dy kinema kishin mirësinë të hapnin dyert për këtë lloj kinemaje. Unë falenderoj zoti Topi dhe ju uroj sa më shumë suksesa. Faleminderit shumë.